E dje që dhe po dilje e para në primare nuk do ishte në listë? Jo, në basi përfunduan primaret, përpara se t'ishte mbledhja e kryesisë, unë kam pasur një diskutim gjatë me të. Për faktin që jam në listë hapur, kemi diskutuar arsyet, jo. Shiko, Joridis personalisht i është bërë një padrejtësi, që është e vërtetë, sepse ajo ka hyrë primare me përgjegjësi, edhe për të dhënë kuptim primarëve, sepse nëse s'marrin pjesë politikanët më të afirmuar të karrierës në primare, ato që asensi kanë. Dhe mbajmë parasysh se këto janë primarët më absurde, për mendimin tim janë një falsitet. Primarët ishin një falsitet. Në Tiranë, sidomos ku... Edhe s'prodhuan asgjë, po dhe nuk e dim... Jo, po ajo primare vetëm për pjesën e listës hapur rezultojnë në Tiranë, jo për listën e mbyllur. Pjesa e listës mbyllur me ndonjë përjashtim të vogël, më duket është e gjitha me të emëruar, të cilëve për më shumë nuk do të numërohen as votat. Pra, kryetari i Partisë Demokratike është kujdesur që jo vetëm t'i emërojë në pjesën e mbyllur, që janë pjesa fituese me vot pa vot, por edhe të mos votohen më, si që votoheshin para 4 vjeç, që të mos kuptohet dhe sa vota marrin. Pra, është kujdesur që t'jenë rehat edhe në këtë pikë. Pra, dhe ka qelikosur këtë pikë. është absurditet, pra kjo i zhvlerëson plotësisht primaret, ata të zhvlerësuar ishin, me falë pak Jorida, dhe unë kam, e dina jo se kam shumë respekt për te, por primare për 2 javë, primare me turm, nuk kam bot, primaret janë disa njerës që bëjnë 2 muaj një garë me njëri tjetrin, shpalosin disa profile tjere, këto ishin kotë. Por kësaj kotësie i shtohet edhe nulliteti i primarëve, po flasë edhe për, jo vetëm për Tiranë. Dhe rezultati saj i injorohet. Injorohet. Me gjithate, them të dhe duhet të thoja këtë gjë, që lista e hapur praktikisht punon për listën e mbyllur, dhe kjo është një tjetër absurditet. Janë krijuar 2 grupe, e themur patricët që rrinë këmbi këmbë, edhe plebejt që ngasin në ditë me mbledh votat e tjere. Dhe mos të parazitë të partive të tjera. Me gjithate, me qënësimi të Jorida, unë do thosha këtë gjë, që jam shumë dakord me atë që tha që kjo është një sfidë. Mendoj se Jorida ka qenë përgatitur për këtë sfidë, sepse Jorida nuk ka ndjek një rrugë, ka ndjek rrugën e vetë në gjithë këtë historinë apo krizën që pësoj Partia Demokratike këto 4 vjetë. Ajo ka ecur kryesisht duke ruajtur dinjitetin e vetë. Duke qenë brenda Partisë Demokratike, ka qëndruar ndryshe, nuk është konformuar me gjithçka që ka ndodhur aty këto 4 vjetë, nuk ka qenë entuziaste për krizën e partisë, nuk ka qenë entuziaste për asnjërin prej 2 protagonistëve të krizës, që ishte Sali Berisha një anë dhe Lulzim Basha në anën tjetër, është përpjekur me mençuri që të ecë në një vit, si thuash, në një vit holl, në një fije peri, për të qëndruar në politikë. Dhe unë këtë ja njoh si merit. Se ka qenë rrezikuar të mos qëndrojë bilim. Po, nuk mund ta kaloj në fije të perit, por ajo shkon merr votat në primare. Atë e thash. Dali 0-0, e the mirë, po. E thash, por dua të them që këtu nga herë, disa njerëz që kanë një karrierë politike, kanë edhe një koshiencë për të qëndruar në politikë, për shërbim politik, kanë edhe një vështrim perspektives politike, sepse Jorida dhe të tjerë si ajo është e re, ajo nuk mund sakrifikohet për disa lojra kalimtare, se këto lojrat që u zhvillu një shumë kalimtare. Ti po thuaj që mund të bësh në një goditje kësaj se jo, po të them këtë gjë. Mund të në një vote. Ajo po fitoj, Jorida po fitoj. Futin vot kundër. Jo, po them Jorida po fitoj. Nuk dihet. Dhe unë them që do fitoj, po fitoj, do jetë shumë e fortë. Do ketë shumë më tepër dinjitet se po t'i kishin dhuru një, kësaj nuk do ja dhuronin. Sepse aty nuk ka prevaluar kriteri që ti është deputet aktiv, ti është deputet që të bësh hetim të incineratorit, ti është deputet që ngre probleme ekonomike.
aty ka prevalu konformizmi, ajo rrugica, valja që të rëgove ti, tani ajo këte Joridën kështë zënë hera. Ati e që kërcem prifti nga Belaja. Kërcem prifti nga Belaja, se të shërbenin tani. Joridën mendoj... Po dhe një valle për doktorin se punë e marë. Joridën mendoj e kështë zënë hera, po ta shëtë mëse edhe... A i që kështë zënë kreun e valle. Unë mendova, Zoti Rakipi, që ne këtu do flisnim për gjërat tjera, ti në njëse me valle. Kemi me? Po jo, po nuk është e ka gjithë për të... Pra që ta mbyllë, unë... Preq mbyllë. Po i qanë halën, po i përën parën video. Jorida, bile po të kishte pyet mu, do kishte bo këtë që ka bërë. Dhe me thënë, që se do ishte ndorën e kësaj, se në fakt kjo e ka meritu listën e mbyllur. Qartë. Por më mirë, sepse Jorida duhet votohet për atë rrugë që ka ndjenë. Jam i kjerë se mos i bëndem. Dhe në qo se... Preqi duke vazhduar mund të dëmtosh se ta preqi këshu dhe të eqim, të orë të eqim votat, o preq. O e kupton se... Në shtoj votat. Jo, është listë hapur këtë. Këto 30 e ca vjetë e ke ngrenë për këto arsye. është në listë e hapur të... Pushat, ose... Jo, Zoti Rakipi kisha harruar sa interaktiv është kjo emisioni. Do me thëmë, po ma kujton sa interaktiv është. Tani, përtej shakas edhe përtej edhe batutës. Unë mendoj që çështja e listave është e kryer. Ka përfunduar. Është e përfunduar, është e mbyllur dhe ne duhet përballemi me këtë. Do është ndonjëherë dhe nëpërmjet groteskut. Jo, nuk ka lidhje me atë, po ka Jo, dakord. Ka shumë padrejtësi. Ka shumë padrejtësi pafund, por po them që për mua ajo është një çështje e mbyllur, është e zauruar, ka 3 javë që ka kaluar. Tani ne jemi në një fazë tjetër. Jorida, karriera e saj deri tanishme dhe kontributi saj i deri tanishme me profilin që ka si një politikane konstruktive e moderuar, por këmbgulse në atë që edhe kemi plot shembuj. Dhe është edhe profesioniste, nuk është vetëm një deputete që ban fjalime. Do të thënë kur merr një temë e trajton me temë e ekonomisë profesionale, është me profesionalizëm e trajton. Pra kjo karrierë i sugjeronte që të qëndronte në politikë, tani ne duhet bëjmë analizë, po të analizojmë atë, jo që si do silleshim ne, të qëndronte në politikë. Dhe kjo ka bërë zgjedhjen për të qëndruar në politikë. Se çka ka, domethënë se si ndihet ajo, e din ajo. Ka bërë zgjedhjen mos se jo që vota pra. Një fjali të fundit. Unë nuk e di nëse meritoj gjithë të vlerësim që vjen. Ore jo që vota po të them. Po jeq vota. Jorida, sa dëgjojnë që nëse fiton, projektohet si një Baku të bëj pyetje preç. Jo. Jorida duke fituar, projektohet si alternativë. Kjo parti demokratike ka nevojë për se nuk vdes me 11. Kam vetëm një fjali. Një politikan nuk matet me një cikël elektoral. Matet sigurisht me një karrierë. Po në një cikël kur ikën në një cikël ikën. Matet me kontributin që ka, matet me kontributin që ka në parti, matet me jetë gjatësi në parti, kështu që mendoj që janë shumë çështje Zoti Rakipi që shije në këtë rast. Njëri nga 26 që kemi në koalicion më thotë që Joridën do ta kemi kandidate për kryetare bashkie të Tiranë sepse fitoi primaret. Për deputete është zan vendit. Thotë njëri nga 26. Shumë mirë. Ta them, mos e them emrin, në Tiranës. Pak rëndësi ka, unë në këtë betejë jam futur ashtu siç e thash për të shkuar deri në fund dhe për ta fituar. Nuk e kam lënë ndonjë gjë për gjysmë. Ta dëgjojmë pjesën e ekonomisë? Jo, unë nuk e kisha për ekonominë, unë në fakt doja të bëja një vlerësim. Do ta bëj dhe unë një vlerësim sepse Po e bëri preçi. Jo, meqense unë kam ndjekur Komisionin e Ekonomisë ka 16 vjet dhe Jorida është antare e Komisionit të Ekonomisë. Jo, ti bëhem, po ne preçin kishim caktuar. Që një deputete si zonja Tabaku i duhet kuvendit të Shqipërisë dhe shpresoj që të arrijë dhe të marrë mandatin. Mund kujtoj këtu çështjen e Komisionit Hetimor për inceneratorët, ka patur shumë nisma ligjore për kufizimin e kompanive. Profesionet e lira për... Po. Nuk më le preqi të flasë për Joridën. Po ta thash pra ju në temë tjetër. Ai e ka... Tani, për para se sa ta pyes për programin ekonomik, besoj se... Kam unë një hyrje dhe ti e pyet. Jo, për para se ta pyes për programin ekonomik, unë dua ta pyes zonjën Tabaku nëse mendon se Partia Demokratike del fituese, se nëse beson ose jo, dhe pastaj analizojmë programin.